Janë maturantët e shkollës profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër në ceremoninë e certifikimit, të pajisur me të gjitha aftësitë dhe kompetencat profesionale. Pas 4 viteve studim në degët shërbime në mjete transporti dhe teknologji informacioni e komunikim, sot ata janë jo vetëm të aftë ushtrojnë zanatet e tyre, por edhe të vazhdojnë studimet e larta. Ne pas 4 viteve studim të shkolla profesionale këtu në Gjirokastër, Thoma Papapano, ndihemi plotësisht të përgatitur për një të ardhme sa më të mirë dhe për të studiuar në një universitet në Tiranë për informatikë ekonomike. Kam mësuar ndaj shërbimeve të automjeteve dhe jam shumë i përgatitur për shkollë të lartë. Unë do të vazhdoj degën e inxhinierisë mekanike. Gjatë gjithë kohës, shkolla më ka krijuar mundësi për të punuar, praktikën do të thënë kam bërë në servis, kam ecur, kam mësuar. Keni një biznes familjar, të themi? Po, kemi biznes familjar që punoj unë, punon edhe xhaxhai. Të bindur tashmë se je ka vlejtur zgjedhja që kanë bërë 4 vite më parë, apeli tyre shkon për të gjithë ata që janë në përfundim të ciklit arsimor 9-vjeçar. Unë i them gjithë të rinjve që të vinë të studiojnë tek kjo shkollë, pasi pas një studimi 4 vjeçar ata do të përgatiten në profesionin e tyre. Sugjeroj që të gjithë të rinj duhet vinë të vazhdojnë shkollën këtu. Mësojnë shumë rreth automjeteve. Shkolla profesionale u jep shumë mundësi për jetën e tyre, për të vazhduar para, marrin një zanat, një profesion dhe e kanë jetën e siguruar. Gjatë këtij viti mësimor, që është drejt përfundimit, shkolla Thoma Papapano frekuentohet nga 150 nxënës që vinë nga zona të ndryshme të rajonit jugor. Për vitin shkollor 2025-2026, ky institucion arsimor ofron programet hoteleri turizëm, TIK, termohidraulik dhe shërbime në mjete transporti.